Në kuadër të planit operacional Plazhi i Lirë, policia e Durrësit ka vijuar kontrollet përgjatë vijës bregdetare me qëllim lirimin e hapësirave publike që zihen në mënyrë të palishme nga persona apo subjekte pa leje. Gjatë kontrolleve të zhvilluara në lagje numër 15 në zonën e Plazhit Kallmit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës kanë liruar 3 hapësira publike, të cilat ishin zënë pa autorizime çadra dhe shezlong. Në total, janë sekuestruar 70 komplete plazhi, ndërsa janë proceduar penalisht 3 shtetas, mes tyre shtetasi me iniciale AH, 61 vjeç, shtetasi me iniciale ES, 36 vjeç dhe FH, 64 vjeçe, të gjithë banues në qytetin e Durrësit. Policia njofton se këto persona kishin zënë hapësirat publike në mënyrë të palishme, duke përfituar në dëm të pushuesve që kërkojnë qasje të lirë në plazh. Kontrollet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit veror në të gjithë vijën bregdetare për të garantuar një plazh të hapur, të sigurt dhe pa abuzime për pushuesit vendas dhe ata të huaj.